Ishte më thënë ronë, kjo me krahasu Kosovën me Korejnë me këto besoj që është pak termiron, po nejse. Kush u ka të krahazon Kosovën, nga të krahazojnë Amerikanët e Bashkimi Evropian se janë sankcione. S'ka nevojë me të krahazu, po janë sankcionet paralelisht me shtetet në kusht racionale absolutisht. Bolshevike që i ka globi ynë sot. Por është as është ti e din, domethënë na jemi asnjë ndërprerja e dialogut, është një mesazh kredi kjo ndërprerja e gjitha projekte të Bashkimit Evropian në Kosovë. Ai çon armë Korejës, shërboj ai ka pru Kosovës, po nuk krahasohet. Ne bre se këto janë projekte që janë të paguar. Po pedi, po me pas kon çash i rrezikshëm, ishin dalë bre këto sarë nuk janë, nuk është çaj që krahasim nuk është ish dash me dal pitej. Po je shteti sankcion. Se kjo tamam çka gjua polarizuese ç'to fryje. Po je shteti sankcionuar, ai asi. Për çka jemi të sankcionuar? Për shkak që sikur Ramushi që shkaqen për taksën, 100%, ky zotriu për shkak veprimet që ka marrë në veri, e për që aty në që të ka lidhje me veprimet në veri me sanksione? Ja, pikrisht ato është poenta e blokatës. Po i kemi kry zgjedhjet lokale, i kemi kryetarët serb që kanë fitu. Qasoj për referohet që po krahasojnë Kosovën ose relacionin SBA-Kosovë me Koreja. Mos zbatimi i marrëveshjes sorit. Kusht e ka pranuar asociacionin dhe për shkak të mos zbatimit marrëveshjes, nuk ka të bëjë kjo me veri. Atje në veri ka zbatojnë ligjin ushtarët dhe oficerët e policisë, jo zoti Kurti. A ka po punë të mirë në veri, zoti Kurti, sipas juve? Gjithmonë institucionet e sigurisë duhet me bëjë më të mirë në veri, jug, lindje, perëndim. Po për veri në veçanti, zoti Haradinaj. Unë mendoj që gjithkush e ka një strategji se çka do me i dhonë opinionit publik më shumë. Që për shembull për Mitrovica mund të quhet Albin Kosova. Për çështjet tjera është Albin Serbia, për çështjen e veriut na është ai kishte më shumë Albin Kosova, se ja ka bënë të mirë Kosovës. Po ty goja të lumë. Se na kënaqë. Po byrë Albinit çështë. Kjo që smut në Albin. Fort jam i smut. Okej, një pyetje të fundit, kjo ka të bëjë me listën, dalim jashtë temës e fundit, për moment vërtet e fundit. Vetëm edhe fjalën se s'pata vetëm. Muj Demhasaj pyet. Po vjen kjo që je ka kalon blerimin sonte me agresivitetin. Çfarë e kam? Po thume ja kaloi Drenori, Drenori është konsideron agresivitet. Unë priça që ti ke me goma nervoz. Ka për sheshet. Ka bëjmë paragjykime në studio zoti Haradinaj. Thot përshëndetje për General Daud Haradinaj, pyet Muj Demhasaj, thot një pyetje do të jetë doktor Hamz Berisha kandidat për deputet në këto zgjedhje, ju përshëndes dhe suksese. Doktore Muja është jo vjen jashtë me doktor Hamz Berisha për Hamza. Po. Unë nuk e di kush është. Berisha është për klinës, është drejtori i emergjencës. Në fakt ishte drejtori i emergjencës Spitali Amerikan, është një kuadër i jashtëzakonshëm, me ki jemi, i familjes në fakt. Herën e funit ka qenë shumë afër me kom pjesë e listës. Me të thonë drejtën këto rrethana nuk kom diskutu, edhe pse Besnik Tahiri dhe dikon ka pas kontakte direkte me ta dhe nuk jam ala informuar